shkrimet e prindërve do thonë se testimi bojkotohet. Testimi kualifikues për nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivar ishte caktuar për në orën 10, por u bojkotua. Prindërit dolën me kërkesa ndaj shkollës, komunës dhe ministrisë, kërkojnë që të pranohen të gjithë nxënësit me pikë maksimale dhe të hapet një paralele shtesë. Të bëhet rritja e numrit të paraleleve pranë kësaj shkolle ose pranimi i të gjithë kandidatëve me pikë maksimale nëse kapaciteti i shkollës e lejon këtë. Me këtë shkresë kërkojmë heqjen e testimit të planifikuar dhe shqyrtimin e një mënyre tjetër me të drejtë duke shmangur stresin, shtesë, pakënaqësinë dhe ankesat formale të mundshme nga ana e prindërve dhe kandidatëve. Nga shkolla e mesme e mjekësisë thonë se janë të njoftuar me rastin, por e kanë patjetër të zbatojnë ligjin, nuk e përjashtojnë kompromisin që të mund të hapet paralele e re. Dhe varianti i dytë, pastaj do të shohim se ta 23 që do të ngelin sigurisht do të konkurrojnë në laborant ose në teknik dhambësh, dhe prej asaj pastaj ngelin vetëm 14 nxënës do na ngelin që do duhet përfshihen ose do duhet largohen. Po kemi bërë kërkesën më herë pas listës ranguese që doli me 73 nxënës që do t'i nënshtrohen provimit dhe nuk kemi përgjigje akoma. Në përpjekje për gjetur zgjidhje në takim erdhën edhe përfaqësues të Ministrisë të Arsimit, por pa rezultate. Prindërit do të presin përgjigjen brenda javës, ndërsa nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre do të vazhdojnë protestën bashkë me nxënësit. Përndryshe, ditë më parë Ministria e Arsimit dhe Shkencës informoi se këtë vit, nëse në disa shkolla kanë aplikuar më shumë nxënës se sa numri parapar për regjistrim, ndërsa ka nota dhe pikë të njëjta, do të organizohet test kualifikues.